Mirëmbrëma dhe njerë të nderuar shikues, sot po bëjmë përmbledhjen e javës, që për disa lloj arsyesh nuk I bëm si zakonisht në fundjavën që kaloi, do ta japim sot cikël të shkurtër të lajmeve kryesore të javës, nga ato lajme të veçanta që nuk I gjeni në çdo media, dhe kryesisht që flasim për politikat amerikane që këtu në Shqipëri janë më pak të shfaqura. Para se të filloj me këtë emision lajmesh, dëshiroj të kujtoj dhe njerë të gjithë atyre që ende nuk e kam bërë subscribe kanalin ton, të mos harrojnë ta bëjnë subscribe, sepse ju ndjekim ne me notificationat dhe jo ju. Ti bëni dhe një like emisionit gjithashtu. Njëkohësisht falenderojmë dhe sponsorat e emisionit ton, të cilët janë përzgjedhur nga kompanitë që ofrojnë mallra dhe shërbime të ndryshme lider në tregun shqiptar. Mjafton që të keni nevojë për to dhe mund të lidheni me pikat e kontaktit që ne ju japim në shiritat që jepen vazhdimisht poshtë emisionit ton. Pa ndihmën e këtyre sponsorave sigurisht që podcasti ynë do të kishte vështirësi në funksionimin e tij. Kjo javë që kaloi ka qenë një javë me shumë ngjarje, ngjarje të cilat shpeshherë nuk thuhen siç u thash në fillim, dhe kjo është natyra e emisionit ton të lajmeve, nuk thuhen nëpër këto mediat, sidomos të Evropës perëndimore. Evropa perëndimore është kthyer në një qeverisje thellësisht të korruptuar, ku fenomeni I korrupsionit nga një devijim që kishte qenë në dekadat e mëparshme u kthye në një normalitet I cili u kopjua dhe nga politika shqiptare, ku globalistët nxitnin ata mbështesnin në politikat e vendeve të ndryshme dhe në Bashkimin Evropian, që të abuzonin me fondet e mbledhura nga qytetarët e vendeve të tyre. Ka një denoncim të fortë që u bën në Bashkimin Evropian nga presidenti I Hungarisë, I cili me fakte të ndryshme të grumbulluara dhe nga shërbimet sekrete të Shteteve të Bashkuara, pasi dihet që Viktor Orban është një preferuar I Trumpit, I cili vazhdimisht me politikanët më të lartë që drejtojnë administratën e Shtetet Bashkuara, duke filluar nga presidenti J.D. Vance, vazhdimisht kanë kritikuar qysh në krye të erës kur ata kanë ardhur në Shtëpinë e Bardhë, politikat evropiane, sidomos në drejtim të politikave të tyre thellësisht liberale sorosiane, siç janë pranimi pa kriter I të huajve, duke prishur strukturën racore të bardhët të vendeve të tyre nga dekada në dekadë, që kanë qeverisur sidomos mbas viteve 90 sorosianët në Bruksel, dhe mungesat e lirisë në politikat e këtyre shteteve. Dihet që Britania është një nga vendet që përfshin popullsie renditet e para që ka dënuar njerëz duke përdorur policinë e mendimit, pra duke ndjekur të gjithë ata që edhin statuse të ndryshme në rrjetet sociale, ku janë në kundërshtim me politikat zyrtare të shteteve të tyre, në këtë rast të Britanisë, por dhe shumë shtete të tjera të Evropës janë të rreshtuara përpara dënimit kundërshtarëve të ideve qeveritare, se sa kanë ndaluar në Rusi, e cila është në kushtet e luftës prej disa vitesh. Mirë, të kalojmë në një lajm tjetër. Starmer dhe presidenti Putin biseduan ditën e djeshme, ditën e diel, në telefon, ku diskutuan në lidhje me formulat e paqes për luftën në Ukrainë. Gjithashtu ata biseduan edhe në lidhje me emergjencat e popullit palestines të Gazës, ku provokimet nga shteti Izraeli vazhdojnë të shfaqen her pas here mbi këtë territor. Trump shpalli
lojrat patriotike i quajti ai në prak të 250 vjetorit në vitin 2026, 250 vjetorit të shpalljes së shtetit amerikan. Njëkohësisht do të zhvillohet ajo që quhet Parada e Lirisë, që do të zgjatin këto festime nga data 25 qershor deri në datën 10 korrik, dhe në ambientet e ndryshme të rrugëve të Washingtonit, po dhe të kryeqyteteve të 50 shteteve amerikane, do të ketë panair shtetëror gjigant me pavione nga të gjitha shtetet e bashkuara. Njëkohësisht Trump me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë së shtetit amerikan, pra në vitin 1776, vendosi që t'u jap 1.050.000 ushtarakëve rreth 1.776 dollar shtesë nga paga e tyre mujore, pikërisht duke përkujtuar vitin 1776. Një nga lajmet më të rëndësishme të kësaj jave ishte se në fundjavë Bashkimi Evropian vendosi që të kalojë 15 miliard dollar nga 300 miliard asete që ka bllokuar nga Banka Qendrore Ruse në bankat evropiane, kryesisht në Bruksel, dhe duhet mendohet që këto nuk janë asete të kapura nga biznes apo personat cilët mund të konsiderohen si kriminal dhe të ketë një justifikim marrja dhe përdorimi, ngrirja dhe përdorimi i fondeve të tyre, por këto janë kapur nga një shtet i rregullt, nga një bankë qendrore, një shteti të rregullt të OKB-s. Është një rast i paprecedent që merret një fond nga këto fondet e ngrira dhe jepet Ukrainës me justifikimin se Rusia duhet të paguajë për dëmet që i ka shkaktuar Ukrainës. Menjëherë Putini reagoi me disa mënyra. Mënyra e parë ishte duke ngrirë të gjitha asetet e kompanive dhe bizneseve tuaja në Rusi, vlera e cilave shkonte rreth 120 miliard, siç janë kompanitë që kanë investuar në energjetik, kompanitë British Petroleum, Shell, BMW nga kompanitë gjermane dhe shumë kompanitë tjera të cilat kanë investuar në teknologji dhe në industri dhe në fuqësinë e Rusisë, dhe të gjitha këto asete u ngrinë. Njëkohësisht, duke shfrytzuar këtë rast, Rusia edhe në ndikimin e takimeve dhe summiteve që ka bërë BRICS, i cili kërkon të mos e lërë dollarin si mbretin e vetëm dhe euron, gjithashtu si mbretrit e tregtisë midis tyre vendeve me njëri tjetrin dhe me Shtetet e Bashkuara dhe me vende tjera perëndimore, por duke kërkuar që mallrat ruse të blihen me rubla ose me yen, të cilat janë dy paratë që njihen si shtetet aleate të BRICS-it nga një marrëveshje që ka Kina me Rusinë, qoftë bilaterale, qoftë multilaterale brenda BRICS-it. Ky veprim i paprecedent i Evropës ka shkaktuar një frikë nga shumë vende të tjera, të cilat kanë asetet e tyre financiare në bankat evropiane, duke u trembur se në rast se këto do të hynë në konflikte të ndryshme ku Bashkimi Evropian do të jetë si pale kundërt, ai mund të bëjë të njëjtin veprim, dhe të gjitha këto shtete, siç është Arabia Saudite dhe shtetet tjera, kanë filluar të tërheqin paratë e tyre dhe t'i mbajnë në bankat e BRICS-it. Njëkohësisht, duke qenë se vetëm Hungaria dhe Slovakia kanë kërkuar që të blejnë me rubla ose me yen, vendet evropiane nuk pranojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Atëre një sasi e madhe gazi dhe nafte që transportoheshe nëpërmjet Dneprit nga Hungaria, nga Ukraina dhe në vendet e tjera, pastaj me tankera në vendet tjera të Evropës, por edhe me
rrjetet të ndryshme energjetike me tubacione të cilat ende ekzistojnë nëpërmjet Ukrainës, Evropa perëndimore blinte me kontrabandë, duke shkelur ato vendimet dhe angazhimet që kanë marrë dhe përballë Britanisë dhe Shtetet e Bashkuara për të bërë blokadë carit të Kremlinit, Putinit, këto do të ndalohen për të blerë me euro. Ku është sekreti që të mos blihen parat me euro ose me dollar? Sekreti është ky. Kjo ka filluar që në marrëveshjet smithsoniane që quhen në fillim të viteve 70, kur Nixoni hoqi standardin e mbështetjes së dollarit mbi arë në emetimin e tij dhe vendosi që ari mund të ishte jo vetëm i verdh ose i bardh, floriri pra, por edhe i zi, pra ai quhej ari i ri ose nafta. Dhe në Shtetet e Bashkuara bën një marrëveshje me vendet e Gjirit, të cilat nga përqindja e tyre e naftës që merrnin nga bashkëpunimi me kompani të perëndimore, pjesën e tyre do ta shisnin vetëm me dollar. Ç'do të thoshte kjo? Kjo do të thoshte që ky mall i prodhuar jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara, i nxjerrë dhe i shitur nga vende të tjera, këtë radhë nga vendet e lindjes së mesme, ky mall konsiderohej si pjesë e GDP-së së Shteteve të Bashkuara, të cilat rrisnin prodhimin e dollarit, të emisionit të dollarit mbi bazën e raporteve të përcaktuara sipas ligjeve të financës dhe sipas rrethanave, duke rritur dhe fuqizuar ekonominë amerikane, pasi ato paraqiteshin si prodhim i ekonomisë amerikane. Putin dhe Kina kanë vendosur që këtë traditë ta prishin nëpërmjet asaj që quhet dedollarizimi, pra mallrat e tyre brenda BRICS-it, por edhe mallrat që shesin nga vendet e tyre në drejtim të vendeve perëndimit të blihen me valutën e vendit shitës. Kjo është një goditje që bëhet për euron, e cila i blinte këto mallra me euro, duke i konsideruar gjithë këtë sasi mallrash që blinte me euro si mallra që fuqizonin dhe njiheshin si pjesë e GDP-së së Bashkimit Evropian. Mirë, vazhdoj me lajm tjetër. Trump Media dhe Technology Group krijuan një bashkim me zhvilluesin e teknologjisë bërthamore me akronimin TAE. Teknologjisë të cilat do të krijojnë një transakcion financiar fillestar 50 në aksione në shumën $6 miliard ose $6 bilion, të fokusuar në energjinë bërthamore të shkrirjes. Nga Trump Media përshihet Truth Social dhe kompanit planifikojnë që në 2026 do zgjedhin një vend ku do është planifikuar ndërtimi i termocentralit të parë të shkrirjes në shkallë të gjerë në botë me prodhim fillestar 50 MW dhe më pas 350 deri 500 MW. Duhet kemi parasysh që prodhimi i industrisë energjetike, nëse s'gaboj shqiptare, është rreth 12 MW, pra vetëm një termocentral bërthamor do të prodhojë si fillim 50 MW, siç u thash, pra 10 herë më shumë se sa prodhon Shqipëria, brenda një viti do sigurohet nga ky investim, dhe pas pak vitesh kjo sasia energjisë së prodhuar do të jetë 350 deri 500 MW, që i bie rreth 45 herë më shumë se sa prodhon Shqipëria, do të prodhohet vetëm nga ky investim prej $6 miliard me një termocentral bërthamor ku përfshihen kompanitë personale të Donald Trumpit. Trump ka nënshkruar një marrëveshje një urdhër ekzekutiv ku marijuana nuk konsiderohet me
si drogë e kategorisë së parë në dëmtimin e shëndetit, siç është heroina, por ka kaluar në listë në kategorinë e tretë dhe konsiderohet përafërsisht si ketamina. Kjo nuk do të thotë që është e lejuar të përdoret, siç është lejuar në disa vende të ndryshme në botë. Kjo përsëri është e palejueshme, por do konsiderohet për dënimet në një nivel më të ulët që të lehtësoj burgjet amerikane nga përdoruesit dhe shitësit e marijuanës, të cilët dënoheshin me afate më të gjata. Julian Assange ka ngritur padi kundër fondacionit Nobel në Suedi, që ka përdorur dhënien e çmimeve të paqes për fondacionin Makado, i cili operon në fushën e teknologjisë dhe është një fondacion i cili ka mbështetur haptazi veprimet jo ligjore sipas ligjeve ndërkombëtare dhe sipas trajtimit që i ka bërë OKB-ja, ndërhyrjeve të ushtrisë amerikane mbi mjete lundruese civile, por që propaganda e Shtëpisë së Bardhë i konsideron si mjetet transportuese të kontrabandës së drogës. Në fakt, ne kemi parë pamje që janë të pajustifikuara edhe në rast lufte që janë goditur anijet dhe kur pjesë e ekuipazhit janë hedhur në ujë për të shpëtuar, janë rigoditur dhe asgjësuar fizikisht, duke i vrarë ata dhe duke bërë një krim sipas ligjeve ndërkombëtare. Ka një marrëveshje Rusi-SBA-Kin për shkatrimin e sistemit të sovranitetit nëpërmjet shembullit të konflikteve në Saharan perëndimore. Ka filluar të krijohet një botë trepolare midis tre fuqive të mëdha botërore, pra nga unipolare bota është bërë trepolare, ku në krye të këtij trepolariteti qëndrojnë përsëri Shtetet e Bashkuara dhe dy polet e tjera janë ashtu siç jetë Rusia dhe Kina. Dhe Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara po rishkruan tre sferat e ndikimit të këtyre superfuqive, duke kaluar kështu Këshilli i Sigurimit nga një mbrojtës i barazisë sovrane të shteteve në një menaxher të këtyre tre sferave të influencës së këtyre tre poleve të fuqisë sotme botërore, dhe legjitimon kështu dominimin e njerëz prej tyre në vend të mbrojtjes të drejtës ndërkombëtare që kanë shtetet sovrane. Këshilli i Sigurimit ka treguar pamundësi për t'i përmbajtur palët në konflikt, pak a shumë siç ndodhi me lidhjen e kombeve para luftës së dytë botërore, si për shembull në rastin e Gazës, Ukrainës dhe në Saharan perëndimore. Mirë, kalojmë në një lajm tjetër. Robert Junior Kennedy, sekretari i Shëndetësisë së Shtetit të Bashkuara, i cili po jep shembuj të fuqishëm në luftë kundër Big Pharmës dhe diktaturës botërore të organizatës botërore të shëndetësisë, si dhe në drejtim të heqjes së sanksioneve për ata që nuk duan, për ata prindër që nuk duan të bëjnë disa nga llojet e vaksinave me detyrim që Big Pharma i kishte vendosur për të lejuar udhëtimin e moshave të vogla në drejt shkollimit të tyre dhe jetës së tyre, dhe më pas mbas shkollimit për të futur në organizatat e ndryshme private apo shtetërore për të punuar, në qoftë se ata nuk kishin marrë këto vaksina. Robert Kennedy ka treguar dhe së fundmi së bashku me kreun e Medicaid dhe Medicare, që është doktori Mehmet Oz,
ka treguar se shumë vaksina janë të dëmshme dhe një nga arsyet e shtimit të shumë sëmundjeve të rënda ke fëmijët janë për shkak të vaksinave. Dhe njëkohësisht ata kanë filluar të zhvillojnë një lëvizje kundër transgjenderizmit të mbështetur nga shteti tek moshat e vogla dhe të papjekura për të mos lejuar që në mosha të vogla të ndërhyet për të krijuar atë grupin e transgjenorëve. Mirë, këtë javë ra në sy një intervistë që një gazetar, opinionist i fuqishëm që fut në krahun konservator, sepse këta ndodhen në të dyja krahat, ose po të ketë 200 krah, në 200 krah do hyjë në këta. Ky Ben Shapiroja me patericat e miliarderëve që fut ka arritur të krijojë një influencë të madhe në këto ndikimin e vet pro-Izraelit në politikën e djathtë amerikane dhe është si një skifter në mediat që e përdorin kundër të gjithë atyre që shprehin çlirimin e Shtetet e Bashkuara nga kauzat dhe interesat e Izraelit dhe në këtë mënyrë ky doli përpara Heritage Foundation, që është ai fondacioni që ka bërë gjithë programin dhe që drejton pak a shumë ashtu si me Nixonin, me Reaganin, edhe me presidentin Trump, qoftë programin e tij ekonomik dhe politik dhe financiar në të dyja rastet që fitoi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Ky ka dhënë një intervistë me kreun e Heritage Foundation, që është Kevin Roberts, dhe ka kritikuar influencën në këtë bashkim të madh të OIF-ve konservatore dhe të atyre që i lidh qimentoja e mantrës të bëjmë Amerikën përsëri të madhe, dhe ky gazetar me ndikim quhet Tucker Carlson, ju e keni dëgjuar, është ai që guxoi dhe vajti intervistoi Putinin një vit mbas luftës, i vetmi nga gazetarët perëndimor dhe amerikan po. Dhe në një bisedë me Nick Fuentes, një tjetër gazetar i shuar i të djathës, po që shpreh opinione raciste të bardhëve dhe qëndrime kundër politikave sioniste, por që këta të fundit përpiqen ta paraqitin siç e kanë zakon si antisemit çdo që i bën kritika Benjamin Netanyahu apo shtetit të Izraelit për genocidin dhe holokaustin më të tmerrshëm që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit modern, që është shkatërimi i Gazës, shkatërimi total dhe rrafshimi i të gjitha qyteteve të saj, duke i kthyer palestinezët në kohën e shpellave, po aty nuk ka as shpella se ku ata të qëndrojnë. Kevin Roberts, kryetari i Heritage Foundation, u kritikua nga ky Ben Shapiroja si një mbështetës i politikave antisemite dhe duke i kishte thënë se nuk duhet të marrin me në mbrojtje Tucker Carlsonin, pasi Shtetet e Bashkuara kanë vetëm një rrugë të mbështesin Izraelin në çfarëdo lloj politike që ai ndjek, qoftë edhe në marrëzirat e veta njerëzore. Përndryshe Shtetet e Bashkuara mund të përfundonin në regres të madh nëse ata do bëjnë gabim të shkëputen nga Izraeli. Kjo ishte pak a shumë në kuptimi i gjithë fjalës gazetarit të pompuar mediatik në e djatha amerikane Ben Shapiro. Mirë, vazhdojmë në një lajm tjetër. Kamala Harris ka mbrojtur vendimin e administratës Joe Bidenit
për të mos publikuar dosjet Epstein. Këto ditë do merret vendimi për publikimin e këtyre dosjeve. Madje kanë filluar të rrjedhin shumë foto të ndryshme të politikanëve dhe të njerëzve të shuar, siç nga fusha ndryshme, që nga presidenti Bill Clinton, i cili shihet në shumë foto komprometuese në pishina dhe në takime të ndryshme komprometuese me vajza të vogla në ambientet e Epsteinit dhe bashkëshortes së tij. Njëkohësisht ka dhe ideolog dhe mendimtar të shuar të Shteteve të Bashkuara, të cilët kanë dalë në foto në ambientet e ishullit Epstein. Tucker Carlson në një podcast me Judge Napolitanon tha se Trump ka shumë mundësi që t'i shpallë luftë Venezuelës. Presidenti Trump në përshëndetjen e tij në fund vitit, që dha prej 15 minutash këto ditë, në fakt nuk e përmendi luftën, mundësinë e lufte me Venezuelën, e shmangu këtë patate të nxehtë gjatë fjalës së tij. Por dihet që në drejtim të Venezuelës, presidenti Trump ka kërkuar rikthimin e aksioneve të kompanive amerikane të cilat prej politikës Hugo Chávezit përpara, i cili ka ndruar jetë në vitin 2015, mos gaboj, kur ka ardhur në pushtet, ka nacionalizuar kompanit amerikane të cilat kishin bërë investime në naftë, dhe Trump ja ka ofruar si kulaç qeverisë Venezuelës këtë lloj oferte për të mos pasur luftë, pra të rikthej fushat dhe aksionet e kompanive amerikane në fushat e naftës të Venezuelës. Këtë fundjavë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të bisedojnë në Florida në lidhje me çështjen e paqes në Ukrainë, ku do të marrin pjesë dy përfaqësuesit e presidentit Trump, që janë Steve Witkoff dhe Jared Kushner, të cilët do të bisedojnë me përfaqësuesin e Putinit, Kirill Dmitriev, i cili është kreu i fondit të pasurisë sovrane ruse. Do të bisedojnë në Miami këtë fundjavë që vjen, pra pas Krishtlindjeve, ku do të flasin se si mund të ratifikohen projekt marrëveshjet e para që janë hedhur, dhe të shikojmë se si do të jenë bisedat paraprake midis Witkoffit dhe Kushnerit dhe Michael Rubio, sekretarit të shtetit, me Zelenskin, i cili nuk bën asgjë pa pyetur Starmerin dhe Merzin dhe Macronin. Është kjo treshe e cila deri tash ka kërkuar një paqe ku Rusia të jetë e kufizuar në qasjen e saj ndaj Evropës për ta mbajtur në distanca të që kërkonte dhe Hitleri, për t'i shtyrë slavët sa më në lindje dhe për t'u marrë tokat e Ukrainës dhe Bielorusisë, për të shtyrë Evropën deri në Urale dhe për të shtyrë slavët matan Uraleve. Sigurisht që Evropa dhe Shtetet e Bashkuara janë të kujdesshëm që të mos e shkatrojnë dhe mos e dobësojnë shumë Rusinë, pasi Kina është e interesuar që lufta të zgjatë sa më shumë, dhe Kina e ndihmon dhe me armatime dhe me mënyra të tjera, me financa, duke i bler naftën me çmime të lira dhe duke përmirësuar fuqinë e ekonomisë së saj, por Kina sigurisht që ja ka vënë syrin tokave të mëdha të pafundme siberiane ruse në lindje të
Uraleve për të çuar 100 apo 200 milion kinez të punojnë në industritë nxjerrëse dhe përpunuesen pasuritë e pamata që kanë këto zona nëntoksore dhe mbitoksore. Merz ka deklaruar sërish se ka mundësi të rifilloj ose të zgjerohet konflikti midis NATO Rusis, pasi në mënyrë drejt për drejt, pasi deri tash NATO-ja ka bërë një proxy war duke furnizuar mishin e Kievit me armatimet e tyre dhe i gjaku i derdhur ka qenë kryesisht ose absolutisht gjaku i ukrainasve. Kjo duhet parë pak a shumë si një luftë civile ku i kanë shtem për shkak të një gabimi për të duke mos i ndarë mirë republikat pas prisjes së Bashkimit Sovjetik, ku kishte nevojë për ndryshime të republikave dhe të kufimeve të tyre para se të ndaheshe Bashkimi Sovjetik, që të kishte mundësi sot të evitoheshe kjo luftë, pasi dihet që në përqindjen e tyre më të lartë në zonat e Luhanskut dhe Donetskut dihet që janë rusët, dhe futja undëve dhe prishja harmonisë midis këtyre popujve me të njëjtën lloj feje dhe pak a shumë me të njëjtën lloj gjuhë, të përbashkët dhe me histori të përbashkët, të hynin në konflikt. Mirë, vazhdojmë me një temë tjetër. Izraeli dyshon se Irani është i përfshirë në vrasjen e shkencëtarit bërthamor që punonte në Iran. Ky u vra në USA dhe i quheshe Nuno Loureira dhe ishte qelluar për vdekje në shtëpinë e tij në Brooklyn, në Massachusetts, në Shtetet e Bashkuara. Izraeli ka dyshime se mund të jetë vrarë nga shërbimet sekrete iraniane. Nicolas Maduro, presidenti aktual i Venezuelës, i është përgjigjur her pas here me dalje të fuqishme publike ku kërkon të ngrer entuziazmin dhe patriotizmin e popullit venezuelian kundër jankive të amerikanëve, të cilët ai i quan kolonizator të rinj që duan të na rikolonizojnë përsëri, dhe është shprehur se nuk është arsyeja e këtij konflikti ajo që thuhet nga Trumpi dhe Shtetet e Bashkuara, pra kontrabandimi i drogës në drejtim të kufimeve dhe përfshirja e qeverisë venezueliane në këtë kontrabandë, por arsyeja është sepse qeveria amerikane kërkon të grabit dhe të keqpërdor pasurit e mëdha të naftës të Venezuelës, të cilat për nga sasia janë nga më të mëdha në botë, ku nxiren sot aktualisht rreth 3 miliard fuqi në ditë. Mirë, një lajm tjetër i rëndësishëm është nga Shtetet e Bashkuara që Dan Bongino aktualisht është zëvendësdrejtori i FBI-t, ka deklaruar se është duke hequr të gjitha dokumentat e veta personale nga zyra e vet në FBI dhe do të largohet, dhe ka falenderuar Pam Bondin, prokuroren e përgjithshme, ka falenderuar Kash Patelin dhe drejtorin e FBI-t dhe presidentin Trump për besimin që i dhanë. Nuk dihet se kush ishte arsyeja pse Dan Bongino po largohet dhe çfarë e ka zhgënjyer. Trump e mbështeti largimin e tij dhe tha se ai përsëri do të angazhohet në media. Për ata që se din, Dan Bongino ka qenë në një punonjës i FBI-t në New York dhe është larguar nga strukturat e FBI-t dhe ka punuar në një podcast të cilin e kishte hapur para shumë vitesh dhe ishte shumë i ndjekur nga masat të gjera të amerikanëve, duke promovuar vlerat e tradicionale të
popullit amerikan dhe sidomos duke mbrojtur racën e bardhë nga kauzat globaliste sorosiane të cilat duan ta nënshtrojnë dhe ta poshtërojnë racën e bardhë në Shtetet e Bashkuara, duke synuar t'i futin dhe një luftë civile me emigrantët e shumët nga racat e tjera që ata përpiqen t'i sjellin nga gjithë bota nëpërmjet politikave të tyre liberale. Duhet t'ju them se Dan Bongino është ai që ka folur ndër të parë në podcastin e tij, pra shumë të ndjekur, për një bashkëpunim të qeverisë leftiste të majtë të Edi Ramës me kartelet e ndryshme të drogës në Meksik. Dhe mbas këtij lajmi kanë dalë dhe lajme të tjera dhe ju e dini që një person që shqiptar që jeton në Amerikë mund të ketë mbledhur në një takim post të ndryshëm që shqiptar të drogës, përfaqësues politik ku pretendohet se mund të ketë qenë dhe Edi Rama, këtë kauzë ka mbrojtur dhe opozita, nuk dihet sa është e vërtet, dhe ky person i cili është akuzuar si organizator i mbledhjes, dihet që me vëllezërit e vet, një nga Belshi, një qytetar nga Belshi, nga zonat e Belshit, i cili operon në fushën e kazinove, ka ardhur, ka dhënë dhe një intervistë në një televizion në Shqipëri me një gazetar të njohur ku ka pretenduar se këto lajme janë fake news, janë të gënjeshtërta, por nuk e dim se si është e vërteta dhe nëse FBI po lufton nëpërmjet SPAK-ut të çojë ujin drejt këtyre të vërtetave dhe sikush të paguaj për shkeljet ligjore dhe për pjesëmarrjen në veprimtari ilegale dhe të palishme. Mirë, kur u fola për Kennedy Jr., sekretarin e shtetit të shëndetësisë të Shtetet të Bashkuara, ju thash se po lufton që të heqë llojet e ndryshme të vaksinave nga vaksinat detyruese, ndërmjet cilave u hoq këtë javë vaksina e hepatitit B, e cila ka qenë e detyrueshme që në muajt e parë për fëmijët, dhe kjo është lënë në dëshirë të nënës. Nëse nëna nuk do ta bëj, atëherë nuk ka detyrim ose shtrëngim për një veprimtari të këtillë. Duke shpresuar se ju kemi plotësuar një kërshërim mbi ato që ndodhin dhe shumica e tyre nuk thuhen në lajmet e BBC-s dhe CNN-it, dhe këtu në Shqipëri është ai Tullaci që jep ca lajme që i mban njerëzit në drogë, edhe ca lajme të tjera, ca emisione të tjera. Shpresojmë të kemi dhe një kontribut të vogël për të marrë vesh se çfarë ndodh në fakt në botën reale. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në fund të javës. Tung tung.